Nuk është parlamenti noteri I prokurorisë. Parlamenti ka të drejtën të shikojë. Këto ishin argumentet e kryeministrit Edi Rama për vendimin e majorancës për t'i thënë jo kërkesës së SPAK për arrestimin e Belinda Ballukut. Nuk I përmbushte as kushtet minimale. Në një konferencë me gazetarët, Rama tha se lexon ndryshe nga opozita, qëndrimet që nga Komisioni Evropian dhe ambasadat e vendeve të BE në Shqipëri. Unë ato I lexoj, besoj unë në mënyrën e duhur, sepse ndryshe nga ju dhe nga ata që I lexojnë ndryshe dhe I komentojnë krejt ndryshe, unë jam në gjendje të përputh deklaratat me komunikimet e drejt për drejta që kam me subjektet që I kanë nxjerrë ato deklarata. Pranoi ekzistencën e debateve me partnerët. Kemi pasur patjetër debat lidhur me çështjen dhe debati ka qenë shumë konstruktiv. Theksoi se sot çdo qëndrim me debat për Shqipërinë e me Shqipërinë bëhet në nivel të barabartë. Nuk më shkon mendja të shikoj njëri nga lart poshtë, po as nuk më shkon mendja të pranoj që të më shikoj njëri nga lart poshtë. Por përballë këtyre debateve, a rrezikon Shqipëria në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian? Deri tani nuk kemi asnjë arsye ta mendojmë këtë. Përsëriti qëndrimin për ndryshimet në kodin e procedurës penale lidhur me pezullimin e antarëve të qeverisë dhe institucioneve kushtetuese. Mendoj që nuk është puna e SPAK-ut t'i thot Parlamentit të Shqipërisë çfarë do të bëjë Parlamenti I Shqipërisë. Ai është një ndryshim I domosdoshëm që do bëhet, siç e kemi thënë, dhe është në proces dhe do votohet, nuk diskutohet fare. Sqaroi edhe propozimin për heqje dorë nga vetoja në këmbim të antarësimit. Një gjë është e sigurt që unë kam qenë zëri I parë, jo sot po ka disa vite, që është ngritur për një qasje ndryshe ndaj antarësimit. Duke ju referuar tërheqjes së kompanisë së vetme në garë për portin e ri në Porto Romano, Rama tha se nuk ka pasur presion nga SBA apo BE, por theksoi të tjera forca. Kjo është luftë ekonomike, luftë tregtare, po është edhe më shumë se kaq, është dhe luftë e brendshme, interesash, ata që zotrojnë kanalet e trafiqeve. Kreu I ekzekutivit u ndal edhe tek tregu I naftës, ku theksoi futjen e një faktori publik. Ne do ta krijojmë faktorin publik, forcën e shtetit do ta fusim dhe në tregun e naftës.